Drejtori i drejtorisë për zbatimin e sanksioneve, Aleksandar Pandov, apeloi që gjykimet për raste të mëdha të zhvillohen në sallën gjyqësore digjitale në Idrizov. Ai përshëndeti vendimin e gjykatëses Daniela Dimovska që gjykimi i rastit aditiv të zhvillohet në këtë sallë. Pandov tha se bëhet fjalë për një sallë gjyqi europiane, e cila meriton të përdoret shumë më shpesh dhe u bëri thirrje të gjithë gjykatësve ta përdorin atë për raste më të mëdha, përfshirë edhe rastin e zjarrit në diskotekën Puls në Koçan. Kjo sallë gjyqi u ndërtua në vitin 2020. Gjykimi i parë u mbajt 2 vjet më vonë, në vitin 2022, dhe që atëherë, për fat të keq deri më sot, kjo sallë gjyqi ka qenë në zbrazët. Kjo sallë gjyqi është në drejtorinë e zbatimit të sanksioneve, por para së gjithash të Republikës së Maqedonisë. Nuk e di sa herë keni pasur mundësinë ta shihni sallën e gjyqit. Kjo është një sallë gjyqi evropiane dhe meriton të përdoret shumë më shpesh. Pandov njoftoi se deri në fund të vitit ose në fillim të vitit të ardhshëm do të fillojë ndërtimi i fazës së dytë të burgut të Idrizovës. Gjelbërimi që shihni 50 metra nga vetë salla e gjyqit është menduar për ndërtimin e fazës së dytë të burgut të Idrizovës, i cili shpresoj sinqerisht se do të fillojë deri në fund të vitit, nëse jo në fillim të vitit të ardhshëm. Qendra e paraburgimit do të vendoset atje. Do të ketë 420 shtetër për 420 njerëz të dyshuar. Do të jetë ideale për të gjitha gjykimet e tjera, jo vetëm gjykimet e mëdha, por edhe gjykime më të vogla. Duke folur për çështjen e Koçanit, Pandov tha se shpreson që gjykimi për këtë çështje të zhvillohet në këtë sallë. Lidhur me këtë, po i drejtohem të gjithëve, si një thirrje për çdo gjykatës. Nuk e di kush do të jetë gjykatësi në këtë rast, por besoj sinqerisht se kjo do të ndodhë këtu, tha Pandov.